Me përfundimin e sezonit turistik në qytetin bregdetar, duket se edhe trageti i linjës Vlorë Brindisi ka përfunduar itineraret e veta me kohë të plotë. Dikur trageti i linjës Vlorë Brindisi mund të kryente itinerarin për 4 herë në ditë, nisur kjo edhe nga fluksi i pushuesve apo turistëve të cilët vinin në qytetin e Vlorës për të kaluar pushimet. Ndërkohë me largimin e turistëve largohet edhe trageti. Ditë e hënë dhe trageti mungon në kalatën e portit të Vlorës. Mësohet se trageti do ta kryejë itinerarin 4 herë në javë, kur koha është e mirë, ndërkohë që kur deti është i trazuar edhe mund të mos vi fare, duke dëmtuar ekonomikisht kryesisht shoferët e kamionave të cilët merren me eksport apo me import në linjën Vlorë Brindisi Vlorë. Reduktimi i lëvizjeve të tragetit Vlorë Brindisi penalizon bizneset dhe qytetarët. Reduktimi i ndjeshëm i grafikëve të lundrimit të tragetit në linjën Vlorë Brindisi ka sjell pasoja të drejtpërdrejta për qytetarët dhe bizneset e zonës. Pas përfundimit të sezonit turistik, trageti që lidh portin e Vlorës me qytetin italian të Brindisit nuk do të operojë më çdo ditë, por vetëm 3 deri në 4 herë në javë. Ky ndryshim i itinerarit ka detyruar shumë udhëtarë dhe sipërmarrje të kërkojnë alternativa të tjera për të udhëtuar apo për të zhvilluar aktivitetet e tyre tregtare. Një nga opsionet më të përdorura është porti i Durrësit, i cili ofron një linjë të përditshme me Brindisin nëpërmjet kompanisë Itsline. Megjithatë, kjo zgjidhje shoqërohet me kosto të shtuara, veçanërisht për bizneset që merren me import-eksport mes Shqipërisë dhe Italisë. Bizneset ndihen të penalizuara. Sipërmarrësit që kanë ndërtuar aktivitetin e tyre ekonomik duke u mbështetur në lidhje ndetare direkt mes Vlorës dhe Italisë, e shohin këtë reduktim si një penalizim serioz. Transporti i mallrave drejt Durrësit për të kapur linjën e rregullt me Brindisin sjell jo vetëm rritje të kostove logjistike, por edhe humbje kohe dhe efikasiteti në zinxhirin e furnizimit. Ndikim edhe në sektorin e turizmit dhe transportit. Përveç bizneseve, edhe qytetarët janë prekur nga ky ndryshim. Udhëtimet drejt Italisë tashmë janë më të kufizuara, duke ndikuar edhe në fluksin e turistëve që vinë në Vlorë përmes kësaj linje. Gjatë muajve të verës, trageti operonte disa herë në ditë për të përballuar kërkesën e lartë, por në periudha jashtë sezonit ky shërbim zbehet ndjeshëm. Operatorët turistik dhe kompanitë e transportit rrugor që bashkëpunonin me këtë linjë janë gjithashtu të goditur nga vendimi. Ata kërkojnë nga autoritetet përgjegjëse dhe kompanitë detare të rishikojnë itineraret në mënyrë që Vlora të mos mbetet e izoluar në periudhën jashtë sezonit.